Pak ditë më parë një diskutim me një mikun tim I cili është një prej po quaj lexuesve të vëmendshëm dhe ndjekësve të vëmendshëm të rrjeteve sociale, më futin shumë mendime. I bëra vetes një pyetje që do doja t'ju bëja dhe ju dhe nuk e di nëse mund të marr një përgjigje të saktë. Si shpjegohet që shqiptarët janë kaq të obsesuar, flas përdoruesit e rrjeteve sociale shqiptare se nuk I ndaj dot shqiptarët e Shqipërisë nga ata të Kosovës, të Maqedonisë, të Malizisë, sepse flasim gjithmonë për përdorimin e rrjeteve sociale me fjalën luksoze. Luksoze. Në fakt, më çron disi në sy që në shumë prej postimeve të rrjeteve sociale, sidomos të mediave online, për çdo gjë vendoset fjala luksoze. Veshja luksoze e filanit dhe e filanes, shtëpia luksoze e filanit dhe e filanes, vila luksoze e filanit dhe e filanes, apartamenti luksoz I filanit dhe filanes. Shiheni sa luksoze është kjo gjë nga brenda. Shiheni sa luksoze është kjo zyrë. Shiheni dyqanin luksoz, veshjen e shumë detaje tjera. Vuar re që inflacioni fjalës luksoze në Shqipëri I tejkalonte pothuajse gjithë përmasat e gjithçka e tjetër. Po pse kjo mani për fjalën luksoze? Në fakt, momentin e parë mendova që është një prej abuzimeve normale të rrjeteve sociale. Por miku im me cilin po diskutoja dhe që thash është një vëzhgues I vëmendshëm por njëkohësisht dhe një testues I rrjeteve sociale, më tha diçka shumë interesante. Më tha që përdorimi I fjalës luksoze në çdo postim, sidomos në postimet e shkurtra në TikTok, në Instagram, por edhe ato në mediat online, tërheqin vëmendje të shtuar shumë herë më të madhe se një postim normal. Natyrisht që titulli luan një rol në një postim është diçka e njohur tashmë dhe kur vendosnim titujt e gazetave mundoheshim ta kishim titullin sa më provokues, të viheshin fjalët surprize, pabesueshme, ndodhi, gjëra që lidhen me një, po quaj, si një lloj klithmet për të tërhequr vëmendjen njerëzore. Deri këtu jemi normal, se edhe vendet tjera të botës e kanë përdorur. Po përdorimi I fjalës luksoze jo në fillim, po mbrapa diku anash si një lloj prapashtese, më dukej si I palogjikshëm dhe e vija re shpesh. Pyeta mikun tim rreth një javë më parë në një diskutim me të, thash pse përdorin kaq shumë fjalën luksoze? E para një herë gjërat janë shumë banale një pjesë e tyre për t'i dhënë epitetin luksoze, por gjithsesi luksi është diçka e shkallëzuar. Domethënë për një njeri modest, diçka shumë më e mirë ose e pa arritshme për mundësinë e tij quhet luksoze. Por kjo gjë e arritshme për dikë tjetër quhet luksoze, pra për dikë tjetër quhet luksoze diçka që është e pa arritshme dhe që e ka dikush më lart. Kështu që nuk I hyra kësaj gjëje ose këtij debati se çfarë mund të quajmë luksoze apo jo. Natyrisht disa prej tyre janë gjëra fare banale, mjafton të shohësh një apartament thjesht dhe aty vendoset me fjalën luksoze, nuk po them pasaj ngatrimin që shqiptarët kanë shpeshherë me luksin që po vendose një karrige me gdhëndje ala Luiq, konsiderohet automatikisht luksoze edhe pse mund të jetë fare e rëndomt, por kjo është një çështje tjetër konceptimi si e sheh luksin. Unë po përdor vetëm fjalën luks ose po përqendrohem te fjala luks. Miku im me të cilin diskutoja më thoshte, po, kanë të drejtë rrjetet sociale, kanë të drejtë edhe mediat online që përdorin këtë fjalë. Dhe më referoj 2-3 gjëra. E para më referoj një vajzë e cila është e njohur, është artiste që merret me balet, është munduar të postoj libra, të botoj libra, e cila në një intervistë televizive kishte thënë, sa kohë që postoja gjëra që lidheshin në Instagramin tim personal me jetën time artistike, me baletin, me nxënësit e mi, kisha fare pak vëmendje. Kur postova një herë kokën e Versaces, pra logon e Versaces, vëmendja ishte 10 fish. Dhe që nga e kohë, postoj gjëra të tilla për të marrë vëmendje dhe me njëherë vëmendja ngrihet. Ndërkohë që miku im tha do bëjmë një test. Dhe në fakt e bëm testin, do ishte mirë që t'ju kisha sjellë dhe testin për ta parë. Ai postoi nga një profil I dytë I tij, I cili është një profil pak më publik pa emër, të njëjtën story me 3 forma të ndryshme. E postoj me një distancë prej 24 orësh, në të parën, pra një story që ishte thelbi me një titull normal, thelbi me një titull ku përdore fjala luksoze, dhe I treti me një super luksoze, ku super luksoze e vendosi me gërma kapitale. Dhe çfarë ndodhi? Postimi I parë nga postimi I tretë, brenda 3 ditëve, në të njëjtën orë, në të njëjtën audiencë, në të njëjtën platformë, ishte diku te 17 herë më shumë shikime, më viral, se sa I pari. E kam vënë re që edhe në shpesh nga postimet e mia, kur kam konsultime, më konsultojnë që ta vë fjalën luksoze, që ta përdor, thonë, shumë prej tyre kur I them, po si mund të përdorësh fjalën luksoze për këtë gjë, më thonë që shiko, shqiptarët vdesin për luksin.
fakt pyetja ime është pse ky pasion për luksin i rrjeteve shqipfolse? S'po i ndaj tani, por unë dyshoj që këtu Shqipëria dominon më shumë sepse Kosova dhe Maqedonia janë më me këmbë në tokë. Si shpjegohet që një vend i cili nuk ka asnjë traditë në raport me luksin, sepse ka vende ku luksi ka qenë stili jetës familjeve të mëdha, familjeve të pasura, familjeve mbretërore, familjeve aristokrate, siç është Europa perëndimore, luksi është dimensioni sotëm i familjeve mbretërore, po themi, apo edhe të pasanikëve të ndëj të botës arabe, Europa po. Amerika e ka pak më të thjesht, më soft, sepse Amerika fjalën luks, me sa duket e ka ezauruar prej kohësh, pra e ka tejkaluar prej kohësh, ka ende vende kur fjala luksoze ka një lloj sensi. Po Shqipëria nuk ka pasur kurrë një të shkuar luksoze. Nëse flasim për familjet e mëdha, po i quaj bejlere apo pashallare Shqipërisë, bejlereshin kryesisht, se disa prej tyre arrinin të merrnin gradën pasha, ka pasur një jetë të mirë, por shumë modeste, shumë larg idesë dhe konceptit të luksit sipas konceptit perëndimor të tij. Nëse flasim pastaj për vitet e mbretit Zog, tentativa e mbretit Zog për të pasur një jetë luksoze ishte pjesa më komike e mbretërimit të tij. Edhe ajo shpeshherë nga shtypi perëndimor u mor me tallje, u quajt një lloj, po i quaj gjysmë operete, një lloj komedie, madje tragjikomedie. Në vitet e komunizmit Shqipëria nuk ekzistonte fjala luks, nuk ekzistonte. Nuk kishte se të ekzistonte. Të gjithë ishin njësoj, askush nuk bënte dot diferencë nga tjetri, pra nuk e bëje dot as diferencën më të vogël. Asnjëri nuk e kishte shtëpinë pak më të madhe me një dhomë gjumi më shumë apo më pak. Pra fjala luks nuk ekzistonte, veshjet ishin njësoj, një standard, një lloj këmishe, një lloj sandalle, një lloj kpuce, një lloj pantallonësh, një lloj kostumi. Pra nuk ka një lloj tradite të luksit në Shqipëri. Mbas viteve 1990, Shqipëria ishte vendi më i varfër i Europës dhe ende sot vijon të mbetet një nga vendet më të varfëra të Europës. Natyrisht ka bërë hapa të mëdha përpara, po prapë vijon të mbetet një nga vendet më të varfëra të Europës. Kështu që shpeshherë e pyes veten, po si shpjegohet, domethënë së mos ditët e fundit që kam pasur këtë debat me mikun tim, si shpjegohet ky pasion i shqiptarëve për fjalën luks? Si shpjegohet ky pasion i shqiptarëve mbas luksit, pra për të rendur pasqyrë luksoze? Është tendencë botërore, padyshim është tendencë botërore, po kur në këto përmasa? Dhe duke u munduar të gjejë një kuptim të kësaj, pra pse duhet të tërheq fjala luks? Pse duhet ta lidhësh fjalën luks me çdo gjë? Pse duhet ta lidhësh fjalën luks ku di unë dhe me këto kufjet që kam këtu që thuash AirPods-at luksoze? Duhet i vësh fjalën luksoze edhe pse këto janë me miliona në gjithë botën. Pra cili është ky koncept i shqiptarëve për luksin dhe pse kaq tërheqje nga një gjë që nuk ka qenë pjesë dhe dimensioni i jetës tonë asnjëherë dhe sot është tek anjoz aty këtu madje më shumë pjesë vaniteti. Po duke menduar këtë gjë u kujtova që shqiptarët janë në një farë mënyrë mbretërit e markave falso në Ballkan. Në një studim tjetër, pjesa më e madhe e të rinjve pretendonin që të blinin më mirë veshje pra fake, po i quaj falso tani, përdor fjalën anglisht, sesa veshje me çmim, me të njëjtin çmim, por me një po i quaj prodhim ose markë prodhuese më inferiore. Pyetja parë është çfarë i duhet një vajze studente të harxojë nuk e di sa 300 apo 400 euro apo ndonjëherë dhe më shumë për të blerë një çantë falso Louis Vuitton. Për çfarë? Kujt do t'ia tregoj? Çfarë statusi jep kjo? Pse quhet luksoze një gjë falso? Pse si shpjegohet që nuk futesh dot në për shumë dyqane të Tiranës se çdo bluzë që e ke falso. Mund marrësh të bluzja, ta qëndisësh me opinion, edhe mund të jetë bluzë shumë e mirë, dhe është një cilësi pambukur shumë e mirë në fakt. Pra cila është kjo forcë që e vën lëvizje shoqërinë shqiptare për ta çuar drejt luksit, drejt tentativës për të ngjarë gjërave luksoze, për të imituar gjërat luksoze dhe kur nuk e ke mundësinë. Unë e kuptoj që një njeri i cili ka mundësitë ekonomike mund të rend pas luksit, kjo është zgjedhja e tij personale. Unë nuk e paragjykoj, edhe pse vetë s'do m'pëlqente, por nuk e paragjykoj askënd që do të zgjedhë një jetë që ta bëjë, domethënë me këtë lloj veshje, me atë lloj stil jete. Ka njerëz që shpenzojnë shumë për hotele, ka njerëz që shpenzojnë shumë për avionet, ka njerëz që janë shumë modest në to dyja, por shpenzojnë shumë për ushqim, ka tjerë që shpenzojnë shumë për të ndjekur një ndeshje futbolli, janë çështje pasionesh dhe pastaj gjithë secili e bën vetë llogarinë e tij mbas të ardhurave që ka dhe mundësive të tij. Por tentativa për të ngritur mbi mundësitë tua, për të treguar diçka luksoze, për të treguar një jetë luksoze, për të treguar një jetë me një standard që ti realisht nuk e ke, është më shumë se sa komike. Kjo tregon një mendësi të caktuar që me sa duket po dominon shoqërinë shqiptare. Ndaj kam një pyetje për të gjithë ju. Pse shqiptarët janë kaq të obsesuar ndaj luksit
kur Shqipëria nuk është asnjë nga vendet më po quaj me standardin më të lartë, përkundrazi është ndër më të varfrit në Europë, dhe si shpjegohet kjo tentativë e shoqërisë shqiptare për t'u imponuar ose për t'u qasur një bote e cila realisht nuk i takon, ose të paktën në të stat nuk i takon. Nëse më ndihmoni me përgjigjet tuaja, do t'ju dia shumë për nder.